Pse mbajtet mbyllur librin e Bardhël Mahmutit në podrom? Mendoj që është gabim. Jo, po pëlqen, shumë mirë. Mendoj që është gabim. Unë s'po du me këty, domethënë, po mendoj që e përmbyllëm si temë, kisha dashur me e kuptu prej Arjan, nëse zgjedhet marrë me 7 qershor, cilat janë pritjet e Partisë Demokratike të Kosovës? Partia Demokratike do të konsolidohet, do të ndërtoj program dhe kauz, do të dalë me ekipen e saj më të mirë, me ofertën e saj më të mirë, që i përgjigjet sfidave aktuale të kohës dhe do të jetë e hapur e bashkëpunuese me të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke promovuar lidership bashkëpunues, respektues, po edhe kuptim të vendimarrjes qartë se çka duhet dhe cilat do të jenë veprimet e saj nesër në qeveri. A do të jetë Bedri Hamza kandidat për kryeministër? Bedri Hamza është kryetari i Partisë Demokratike. A do të jetë kandidat për kryeministër? Bedri Hamza është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. A do të jetë kandidat për kryeministër? Me mbështetje të plotë dhe organet e Partisë Demokratike të Kosovës do ta vendosin se kush do të jetë kandidat për kryeministër, por Bedri Hamza ka mbështetjen e plotë edhe të kryesisë. Për herë tretë E ka mbështetjen e plotë, ndërsa vendimi nuk është marrë ende, po e ka mbështetjen e plotë që të jetë kandidat për kryeministër edhe si kryetar i. A ka gjast të ketë një kandidat tjetër Partia Demokratike e Kosovës, mos jetë kryetari? Nuk do të ishte hera e parë, dhe nuk do të ishte hera e parë që e bën Partia Demokratike e Kosovës, e ka bërë edhe në të kaluar. Memri Krasniqi ka qenë kryetar i partisë, ka vendosur Bedri Hamzën. Ka ana tjetër e ka qenë kryetari i partisë me Bomemlin. Jo, ose dikon tjetër. Për shembull Uranin. Tjetër, ka ndodhur në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka qenë Isa Mustafa. E ka bërë fillimisht, e ka bërë Vjosa Osmanin, më pas ka qenë kandidat për kryeministër edhe Abdullah Hauti, apo? E vërtet. Kështu që nuk do të ishte për herë të parë. Më pas edhe Lëvizja Vetëndosje, kryetar e ka pas Albin Kurtin, kandidat për kryeministër, po smujti me votat Glau Konjufca. Sa ka pas gjithë. Nuk është vendos ende, po mbështetja është e plotë për Bedri Hamzën. Bën që kaq po do e krya. Ako e gjas me dalë Loran Ismaili kandidat për kryeministër. Është temë që nuk është diskutuar, po e ripërsëriti Bedri Hamza. Temë nuk është diskutuar ku? Nuk është diskutuar ende brenda organeve të partisë. Cilave organe? Kryesisë, Këshilli Drejtues. Se në disa organe o tu diskutu. Po flasë që ka diskutime sheheri po full, që kandidat për kryeministër do të jetë Loran Ismaili. Unë po flasë Po e kuptoj që s'ka vendim të prerë, po që po flitet dhe ka fjallë, dhe unë normalisht që duhet të shtroj si pyetje, sepse në rast se një sheher full që do tjetë e unë me mbajtë mbyllur si temë e opinioni publik që e shikon me qindra mira njerëz e shikojnë Debat Plusin, me ju tregu që kandidat do tjetë Bedri Hamza e nëse po foljet edhe për Uranin Ismailin, është temë që të cilën po e fshemë. Është mirë që ka figura, ka personalitete që qytetori, analistat dhe gjithë i shohin si potencial, pro është mirë që mrena Partisë Demokratike të Kosovës ka shumë emra që kam potencial, po mrena organeve të partisë është temë që nuk është diskutu, e vërteta është se Bedri Hamza, si kryetari i partisë, e ka mbështetjen e plotë prej gjithëve edhe tjetë kandidat për kryeministër, po edhe si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po